Eria Ago është vendosur në pranga 5 ditë pas Safet Bajrit. Ajo akuzohet se ka djeni dhe ka ndihmuar në vrasjen e Fatber Dilicit, i cili u ekzekutua në lagjen Kiraz në vitin 2018 shumë pranë banesës së tij në Shkodër. Ago akuzohet nga SPAK për përkraje të autorit të krimit dhe është vendosur në pranga që më datë 26 shkurt dhe aktualisht ndodhet në burgun e Grave në Pogradac. Por vlen të theksohet se Ago nuk është një emër i panjohur për drejtsinë shqiptare. Kjo edhe pse prej kohësh ishte kthyer në një biznesmene dhe kishte hapur një butik rrobash në një nga zonat më të frekuentuara të Tiranës në rrugën Myslimshyri. Përkundrazi është përmendur edhe në përgjimet që futën në burg Hermes Nikaj, një njohur ndryshe si Zogu i Tiranës. Në vitin 2020, përgjimet e Nikajt kanë nxjerrë në skenë edhe emrat e njohur të showbizit shqiptar. Një nga protagonistët në këtë rrjet prostitucioni është edhe ishmisi Eria Ago. Në përgjime Ago kërkohet nga një Zabena për të kryer marrëdhënie intime. Mesazhet përcillen përmes Zogut të Tiranës. Ndërkohë, Safet Bajri, Asmer Bilali dhe Behar Brajovic kanë apeluar vendimin e gjykatës së posaçme që më 24 shkurt caktoi për ta masën arrest me burg. Ata akuzohen për vrasjen e Fatber Dilicit në ngjarje ndodhur më 10 gusht 2018 në Shkodër. Ndaj tyre rëndojnë akuzat vrasje me paramendim kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit atë të grupit të strukturuar kriminal. Grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal.